Sepse kamera ka kudo, nuk ka kamera vetëm në rrugën Lezhë, në Kollë e tjera. Kamera në mes Tiranës po ndodhin ngjarje dhe nuk po zbaren. Atëherë shtrojmë pikpyetje pse nuk ka të tillë intensitet edhe në raste të tjera, pra krahas për gëzimit, domethënë sepse është vërtet ngjarje për të përgëzuar. Një sugjerim do bëja, domethënë që grupi hetimor që ka marrë pjesë ta zgjidhë qesin qeveria, domethënë ato shifrat që jep nga 100.000 nga 100.000 të ndaj grupit hetimor se tek e fundit njerëzit për stimul punojnë, vërtet marrin rrogën, por mirë është që të stimulohen. Për mua është një ngjarje përgëzueshme tash, nuk i ri teorisë që nuk ka krim të përsosur, domethënë ka zbulues jo të saktë ose hetuesje të mirë, domethënë krim pa lënë gjurmë nuk ka. Nga pikpamja e realizimit unë prapë i qëndroj idesë që ata e kanë realizuar detyrën, nuk flasim tash siç kemi parë për filma, domethënë zën taracat e me snajper, nuk i zë dot taracat në Shqipëri, domethënë ka taraci mund të hipi njërin, falin në pallatin tuaj ose në pallatin ton pa rëndësishme, domethënë nuk kemi atë intensitet ose atë të themi aq të hapur sa ç'është bota që mund të kapësh një majë lartësie dhe mund të mos tesash i gjurmë, atje në Lezhë nuk jo vetëm aq, po me provat e marra deri më tani tregon që këta persona, këta bashkëpunëtorë që janë identifikuar si autor të mundshëm të ngjarjes nga policia, ka një të penduar flitet e kupton. Kanë patur disa ditë që kanë ndetur atje. Ka patur disa ditë që kanë qenë atje dhe fakti që ata nuk janë zbuluar dhe nuk është zbuluar qëllimi i tyre tregon që kanë patur një organizim të lartë, kanë patur investim shumë të lartë për kryerjen e veprimtarisë kriminale. Një penduar. Pavarësisht gabimit që mund të kenë bërë në blerjen e një motori apo në gjetjen e një karte identiteti në vend ngjarje, këto janë gabime trashanike, të cilat tregojnë që është ajo që ne diskutojmë që çdo krim në rast se do të hetohet me kujdes, në rast se prova do të merret me kujdes, nuk ka mundësi që mos zbulohet. Por duhet të theksojmë faktin që zbulimi i kësaj ngjarje brenda 9 ditëve tregon që kapacitetet ekzistojnë, atëherë ka vullnet për të zbuluar, ka vullnet për zbuluar ngjarjet e tjera, atëherë le të marrim metodologjinë e kësaj ngjarje për të kuptuar që qyetja e vendit ngjarjes është e rëndësishme, për të kuptuar që mbledhja e provave është e rëndësishme, për të kuptuar që vullneti është i rëndësishëm për të realizuar procesin e të provuarit dhe mund të provohen dhe shumë ngjarje të tjera. Tiranë pa kamera, do një ngjarje në Tiranë, shpëton dot kamera tash. Nuk gjetën kamera. Tepër që nga pikpamja profesionale, fakti që janë të tërë shtetas të huaj, unë e theksova dhe më parë, dikon që shumë lartë në arritje. Mos kesh informacion operativ, informacion inteligent, si thuhet sot, dhe mungesa informacionit për shkak të qenit shtetas të huaj, tregoi që policia që nga jaftë edhe me prova shkencore, edhe me prova të tjera, të arritë të importuar sa ardhur nga jashtë. 6 shtetas të huaj, të cilët janë me veprimtari kriminale brenda territorit të Shqipërisë, atëherë lind pyetja për personat të cilët kanë kryer veprimtari kriminale brenda Shqipërisë dhe mund të jenë shqiptar. A nuk është më thjesht për të zbuluar? Vetëm fakti që mund të kesh bashkëpunëtor, sigurisht mund të kesh të penduar, mund të kesh bashkëpunëtor, por gjithsesi zanafilla e mirëfillt e nxjerrjes së ngjarjes është shumë e rëndësishme. Prandaj duhet përgëzuar ky grup hetimor. Jemi në ato raste ku çuditërisht nuk bëjmë thirrje që spaku ta marrë dosjen në dorëzim, por policia dhe prokuroria lokale kanë realizuar një provueshmëri shumë A mund të arrinte me këtë përfundim në zbulimin e autorëve të kësaj ngjarje të rëndë, zoti Beçi, ju jeni ish prokuror, policia, a mund të arrinte të zbulonte këtë ngjarje më pak ditë, më pak se 9 ditë për të parë dhe mundësi nëse autorët do të largoheshin? Atëherë të referohemi ke prova. Një përgjigje Të referohemi ke prova. Në vend ngjarje do jenë gjetur materiale të bollshme dhe të nevojshme për të kryer disa ekspertime. Në vend ngjarje janë gjetur shumë kamera vëzhgimi, jo vetëm në vend ngjarje, por dhe në vendet e ngjarjeve të tjera që janë për objekt këqyrje për shkak të dinamikës, sepse është gjetur motori me cilin ka lëvizur autori, janë gjetur rrobat me cilat ka lëvizur autori, është gjetur të gjithë itinerari i lëvizjes së autorit, po dhe bashkëpunëtorëve, informatorëve apo ndihmësve të tjerë në kryen e kësaj vepre penale. Këto kanë në kohën e tyre fizike, qoftë dhe për të studiuar, qoftë dhe për të parë, qoftë dhe për të këqyrur fizikisht, do duan kohën e tyre për të realizuar procesin nga rinasin, për shembull kur ka hyrë personi, ka mbritur në Lezhë, ka shkuar në vendin e ngjarjes, ka jetuar atje disa ditë në një hotel, të gjitha këto do duan kohën e tyre. Unë mendoj që 9 ditë është një kohë rekord, aq më tepër është një surprizë, është dhe një faktor shumë pozitiv për policinë shqiptare, e ritheksoj. Është mesazh për krimin. Është mesazh për krimin që nga çdo lloj shteti që mund të vish, mundet që policia shqiptare të
të ketë kapacitete në rast se ka vullnetin për zbuluar ngjarje. E theksoj dhe njerë, krimi është bërë transnacional, nuk kemi më biseda dhe diskutime që kriminele apo autor të veprave penale janë shqiptar dhe kryen veprimtari në shtete tjera.